Nëse do t'ishe opinioniste në Prime dhe ke mundësinë të lidhesh me kesin, çfarë do doje të thoje, jo vetëm në aspektin e kritikës, por për shembull mendoj që edhe njerëzit me shumë gabime, edhe djemtë të ri që bëjnë shumë gabime, besoj, ndoshta kjo është natyra ime, që do të shohë të mund të reflektoj. A kemi mundësi ne si shoqëri edhe banorët aty brenda se komuniteti nxjerrin më të mirën kesit? Po, se ai duhet të ketë mira, patjetër. Nuk besoj që është vetëm ky kesi që merr zarfe të zinj apo që ndonjëherë të kalon. Mendoj se ca gjëra janë kush mund të nxjerrë të mirën kesit brenda shtëpisë? Vetëm vetja vet. Vetëm vetja vet ose dashuria. Unë nëse do kisha mundësi që të lidhesha në anë telefonike me kesin, do i thoja vetëm aq burr, aq i vendosur sa që ishe dhe në përputhen. Se çfarë bëri ai në përputhen? Qëndroi dhe doli vetëm me një gocë gjatë gjithë rrugtimit të tij në program. Dhe ishte i vendosur. Dhe sot i vjen shemb komplet atë figurën për cilën publiku të bëri ndër konkurrentët më të pëlqyer dhe sot janë Big Brother dhe luan me dy goca. Domethënë kjo është. Mendon që Stelina ka mbyllur përgjithmonë me kesin sepse në thua se e di çfarë bëri përshtypje të shtunën që bëri rrëfimin shumë të fortë. Domethënë një nga rrëfimet më të forta në Big Brother që mendoj që duhet shkuar edhe pak përtej edhe për të kuptuar pak tipologjinë nejse, temë tjetër, kjo gjithsesi. Stelina nuk e lë egoja momentalisht, po nga brenda ajo nuk e takoi kesin. Po nga brenda ajo duke që është e thyer. Unë e shoh në pyetjet apo ngacmimet që bën në përshpi, jo përballë kesit, është gjatë gjithë kohës në cepa dhe thot, pesi e mori atë, po qëndron me atë dhe mimikat e Stelinës kur Ledioni paraqet një klip që ai bën të njëjtën sjellje me dyja gocat, unë si vajzë më erdhi keq.